Vagoni o konë i mbi ngarku me thonë një vagon, sa me thonë 15 metra, 20 metra në Kofskonaj, i ka pas një 100 veta, i ka pas shumë, mbi ngarkesë e madhe konë. Na nesën në drejtim të stacionit të autobusave na shku. Adi, nuk e dishim na çfarë drejtimi, veç të gjithë e ndjekshin që atë kolonën e njerëzve. Prej stacionit të autobusave, atëherë na orientuan drejt stacionit të trenit. Në stacion trenit e kuptuam si na jem një për aty, nësi në drejtim të Maqedonisë. Treni ishte i mbi ngarkuar. Shumë, as kish vend, as ku të ulej, normalisht, po as ku të rrenin. Mundojshin që t'i akomodojnë të vjetrit edhe fëmijët, po ishte shumë vështirë se ishte i mbi ngarkuar. Ishte tren i udhëtarëve, po me kushte minimale, thojmë ashtu mrena, kushte minimale, po kushte heq në atë kuptimin si zdi në qatë vagonin ku isha une, ishin një numër i vogël i karrikave. Po aty nuk ishe se ishin kam, më nuk mësh as musjet si ishte qash i mbi ngarku, nuk mësh e ti as hecesh në tren. Vagoni o konë i mbi ngarku me thonë një vagon, sa me thonë 15 metra, 20 metra në Kofskonaj, i ka pas një 100 veta, i ka pas shumë, mbi ngarkesë e madhe konë. Unë për veti më kujtohet si nuk kom mujt me shokun tem, se ishim 7 shok, nuk më ishim për shembull as të lëviznim, as një hap, as andej, as këndej. Shumë se ishte ngarkesë e madhe. Data o konë 30 mars ose 1 prill, që aty o konë data dikun 6 deri 7 ditë mas fillimit të bombardimet të NATO-s. Kur jem nis treni jo, kur në qatë, si jem konë në qatë. Kur më rritëm në Lipijan, u prish lokomotiva. U prish lokomotiva dhe mbetëm në aty 6 orë. Aty ishin ndër momentet më të vështira se çdo moment u hap këtë panik. Çdo moment veke ka një lajm jo i vërtet. Ja ka nis me gjujt aty, jo na afru në anën tjetër trenit, e u ndëgjeshin zhurmat, u ndëgjeshin të shtenat edhe panik të kohën. Mas 6 orëve, atëherë na shi erdhë lokomotiva tjetër. Erdhë lokomotiva tjetër dhe në shkumë në Han të Lezit, aty ka pas forca policore serbe. Aty forcat policore serbe në thanë, ju duhet me dalë piktujt edhe duhet të shkoni, mos kaloni jashtë binarëve trenit se janë zona është e minuar. Na hecëm 3 kilometra për afërsisht. Atje na takoj forcat policore maqedone kufitare. Edhe aty ku ishin forcat policore maqedonës, atë ku na takun ata pak më poshtë u shishin shqiptarët si punojshin taksi, edhe më kujtohet shumë mirë o kon edhe një agjencion e ka pas emrin El Habib. Ajo ka pas autobuse, ajo shoqat humanitare kanë më organizuar mirë se ka pas autobusa të mëdhej. Të mëdhenj u merr me udhëtar me refugjate të i dërgoj ke. Kur shkova në Mbllac aty kom nejt 3 orë. Aty nejtën 3 orë. Prej aty, atë na shinat detyroi policia kufitare, na majtën 3 orë aty, na thanë na duhet me shku në një qendër tjetër të regjistrimit të refugjatëve. E që aty shkum na me autobusa të shoqatës El Habib, na dërguan ata në vendin ku bëjke regjistrimin refugjatëve.